Nëse fëmia zgjohet natën dhe ka të qara të mëdha, duke sikur ka një dhimbje dhe ju nuk po e kuptoni çfarë shkaku ka, nuk arrin të qetësohet me asgjë, ndonjëherë ka ose jo temperaturë, mund të ketë ndonjëherë të vjella ose dhe jo, thjesht qan dhe nuk arrin të qetësohet, ju e vini në gji dhe ai nuk qetësohet. Flas për grupmoshën kryesisht 0-2 vjeç, të cilët mezi arrin të shprehen dhe nuk e kuptoni se çfarë është origjina e këtij shqetësimi. Dhe vini re në mëngjes që në pjesën e jastëkut fëmia ka rrjedhje, ka një lëng që mund të jetë ndonjëherë i verdh, mund të jetë ndonjëherë pak si në qumësh, mund të jetë ndonjëherë me ngjyrë jeshile. Kjo nuk është gjë tjetër veç se një çarje e daullës. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që fëmia ka bërë infeksion të veshit të mesëm. Pra është një organ që ndodhet në vesh, i cili në momentin që kemi hundë zëna, na grumbullohen sekrecionet nga pjesa e hundës në drejtim të veshit. Dhe duke grumbulluar ato sekrecionet e shtyn pjesën e daullës, e membranës timpanike, daullës së veshit, dhe ajo qahet, sepse ka shumë lëng dhe nuk arrin dot që ta mbajë gjithë atë sasi të sekrecioneve, dhe këto sekrecionet e prissekrecionesh dalin dhe duke dalë bëjnë që fëmia të qetësohet, të mos ketë më dhimbje dhe të jetë i qetë, por ama në veshin që është çukullon. Si duhet vepruar? Duhet shkuar normalisht menjëherë tek mjeku dhe në varësi të gjendjes situatës, nëse si janë veshët, vendoset ose jo për antibiotik ose për pika lokale, është një gjë që e vendos mjeku këtë punë. Si mundet ju ta parandaloni? Ajo që do rekomandoja gjithmonë është pjesën e lavazhit të hundës, jo me presion, por gjithmonë hunda duhet jetë e lirë, që do thotë që në momentin që hunda është e zënë, infeksioni i veshit është më i shpeshtë. Pra fëmijët bëjnë më shpesh infeksione të veshit në momentin që kanë vetëm hundët e zëna, pra nuk ka zbritur asgjë poshtë, sa infeksione të rrugëve të poshtme ose të sipërme respiratore. Pra lavazhi i hundës duhet bërë jo me presion, por duhet bërë gjithmonë në mënyrë që të evitojmë të shmangim infeksionet e veshit dhe sidomos çarjen e daullës, e cila fëmijët e shkomplikacionin shpesh, po ka dhe normalisht dhe ajo pasoja. Në sezonin e verës tani që jemi, kemi shpesh infeksione të veshit. Do rekomandoja mos të frekuentoni shumë pishinën, por mos së shumti plazhin. Ju bën mirë për fëmijët që shkojnë, që bëjnë shpesh infeksione të veshit, që të bëjnë dhe zhytjen, sepse bën që të drenohen, të pastrohen sekrecionet e hundës. Nëse fëmia e ka problem ose nëse është me trajtim, do ishte mirë që të vendosni kokore notari ose tapa për veshët. Ju përshëndes.